Nikollit, ju u faleminderit që interesoi për neve, se asnjë njeri nuk interesohet për ne, se jemi të vdekur, se jemi të gjallë, ne s'don ta dim, se mbjellim panxar, se mbjell karrot, se mbjell patate, ky qeveri dhe ky shtet për ne s'do t'ja dim. E kupton? Që ne, unë jam 65 vjeç, nuk ushqehem tot, ja, ma punëtori do 25.000 lekë, nuk e di, do shes 30 arka panxar unë, na 25, ja shita 30, ja shita 20. Qa do ngeli për mu? Më thoj ti mu, dhe të haun korën e bukët, të pagojnë qerate, drejtje, shetane, me uje, doj mua ti qa do ushqehem, qa do haun. Subvencione nuk merë? Qa subvencione për mu? Kush për na jetë mu? Kush për na jetë? Dhe qa në kanë dhe do japim naftën, do japim... Po qa serën e dha sot, të kujton sot. Po qa u kujton? Ne jemi të vdekur me zgjallë. Te logoritmi. Fshatari i vdekur. Te, gjallë, shiko të zhiti. Bën karrot, te qonë dhe hektari dridhe në gjunjë, qysh do t'a shes. Do t'qo s'bën, qo bën, ta ha jetën, dash trektari, dash taj qo. Fiton më shumë trektari se ju? Trektari, po ta kanë shtyp me kopne, me keq me kanë shtyp trektar me gjithë qeveri. Qeveria aq e poshtër sa nuk ka ku të shkoj me. Nuk ka ku të shkoj me si qeveri. More dish? Ja, kjo është qeveria, po faleminderit dhe një 100.000 herë radio, televizioni, nuk e di çfarë televizioni jeni, që interesohen për popullin. Se asë një shtet tot, një qeveritar tot. Ore, qa ke mbjellër të marrë drejt i shpatlat e tua? Ju vinë për votat? Po për votat po më. O të vjetë shpijej, që do të dhe bje unë një dritë elektrik, ose bje i pikuj. Tepe, a i shteti? Jo, me gjanë, jo. Shteti ishë, kur mbjell panxarin, di interesohet, qa mbjell ti? Qa nuk mbjell ti? Kjo i shteti. Ne me njerëz vdekur, e kupton? Njerëz vdekur më si tokë. Ja ka. Me 400 lekë vjetra. Ky çmim ju levetis? Vetëm për sa hiq nga toka. Mos kalë të tokë. Po është pa interes fare. Me këtë çmim ne as bukën e gojës nuk sigurojmë dot. Është për tregu vendas apo për eksport? Jo, tregu vendas. S'ka eksporte? Për panxarin tani, për panxarin jo në tregë kemi shitur. Sa do t'ishte çmimi i duhur që ju levetisim me tot? Paktën t'ishte 600 lekë. Ka, ky është çmimi, gjitha për tokë, karrota, patate dhe patate 150 lekë gjithë. Sa për t'i heq nga toka. Karrota me 3 gjysmë, me 3. Dhe ka çmimet e perimeve dimrit sa po shiten këtu në Divjak, lule lakra, kop lakra, brokoli. Brokolo me 1300, lulja nuk kam dhe s'jam interesuar. To janë çmimet. Po kërkes, ka për treg? Po këtë nuk ka dhe kërkes, shumë e pak dhe kërkes. Nuk ka kërkes. Normale edhe, po hajde falja syre. Ja, si është puna merë, hajde do e ka lënë. Ata e ka lënë në shit fatit. Nami me lagrën Divjak, pa na erdhëm. Blokimi këtyre rrugëve nga Maqedonia ka ndikuar apo jo? Sot, po. Po sa
Mo merë mund të këshua për të një të të Mos me këtu, mos me... Jo më jo, s'pa. Po të një mund lune para punës njërë, të të mena fityre, në lagën po marim. E po lagën merë atje. Dhe kjo kujta e hetë, të nga vërë në këshua vërë për tjetë.